Jemi kthyer sërish së bashku në transmetimin tonë të drejt për drejt 20:30 shënora, ndërsa ju jeni duke ndjekur ekranin kombëtar të lajmit Klan News. Do të flasim për Kosovën tani, ku pas 28 dhjetorit kur u mbajtën zgjedhjet e fundit, duket se gjasat për një palë zgjedhjet të tjera sa vine po shtohen, duke marrë parasysh se po përfundon afati për zgjedhjen e presidentit. Data 5 mars është afati i fundit, praktikisht pas 3 ditësh, ndërsa ende nuk ka një emër që do të merrte të paktën praninë e 80 deputetëve në Kuvendin e Kosovës, aq sa ç'është kusht. Me gazetaren e njohur atje Naile Dema do të kem kënaqësinë të ndaj disa minuta në vazhdim. Naile, mirëmbrëma, është kënaqësi që po flasim së bashku, pavarësisht se tema në vazhdim nuk duket tjetër që e kënaqshme, më shumë shpesh sa i kaloni ju proceset zgjedhore. Mësuam tash bese, nuk e di çka bëjmë, po mos kemi zgjedhje në Kosovë. Faleminderit shumë mirëmbrëma, kënaqësi gjithmonë me bisedu bashkë. Gjithashtu edhe për ne. Fillimisht bëjmë një përmbledhje të zhvillimeve më të fundit në kuptimin e asaj që pse partitë politike atje janë duke dështuar për një emër dhe me sa duket refuzimi i Murat Jasharit publikisht, profesorit të universitetit, pasardhës i familjes së Jasharajve, duket se në një farë mënyrë ngjalli edhe një herë tjetër diskutimet, sepse disa ditë përpara se ai të fliste duket sikur të gjithë po prisin që ai të pranonte faktin që vjen nga Jasharajt edhe mund ta merrte besimin e partive politike në Kosovë. Çfarë po ndodh së fundmi në lidhje me presidentin dhe besoj me pasardhësin e Vjosa Osmanit, do duhet themi përderisa vetë Vjosa pak gjasa ka të rizgjidhet. Asaj nuk e besoj që do t'i pëlqente të na ndëgjoj të themi pasardhësin e saj, sepse e dim që ka shfaq dëshirën e saj edhe për një mandat tjetër, por ajo që vazhdon të më pengoj besë dhe vazhdoj të mos e kuptoj është pse kjo mjegull, le ta quajmë, pse kjo mungesë e informatave, pse kemi pas nevojë me diskutu për emrin e Murat Jasharit si shtet, si parti politike, nëse paraprakisht nuk kemi bisedu me to, pse partitë politike nxorën emrin e tij. A ishte ky një lloj testi, pse domethënë nuk ka asnjë shpjegim. Edhe kjo mungesa e le të themi transparencës për çështje kaq të rëndësishme mu personalisht vazhdon me pengu shumë. Mendoj që partitë politike ose kryeministri aktual ishdosh ta ketë një minimum të përgjegjësisë në kuptimin e diskutimit, edhe të qeni transparente i hapur me njerëzit që jetojnë në këtë vend, sepse nuk është në rregull, na mund t'i numërojmë me orë tashmë prej kur vendi ose ka më shku në një proces tjetër zgjedhor, ose do ta ketë një president ose presidente, por as ide nuk e kemi kush do të jetë ai ose ajo. Domethënë nuk ka një debat publik, nuk ka transparencë, nuk ka thjesht i lshojnë disa emra edhe jo direkt ata për nëpërmjet njerëzve të tërë, që është ndodh zakonisht, sikur e testojnë audiencën, e testojnë popullin, i testojnë reagimet edhe më pas tërhiqen, thonë jo nuk e kemi këtë plan, ose domethënë mungesë transparence totale. Dhe kjo për një mënyrë dashme na shqetësu si popull në përgjithësi, jo vetëm mua, uroj që të nisim të shqetësohemi për gjëra konkrete dhe për mungesë të transparencës në rastin konkret. Nëse bëjmë një përmbledhje, nuk ka asnjë zhvillim. Po, sigurisht. Nuk ka asnjë zhvillim. Po, domethënë vendi mbetet ka vend numërim, ka takime në kuadër të takimeve që kryeministri ka pas me liderët e partive politike, sot është takuar edhe me Lumer Abdigjikun, kur Lumer Abdigjikun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kur dolën nga takimi, ku qëndruan për rreth një orë, nuk pati asnjë emër, nuk pati asnjë përgjigje konkrete, na njoftuan sërish që nuk i kanë asnjë kandidate, nuk ka arritur të siguroj nuk i ka marrë iniciativën që t'i ka 30 nënshkrime. Nuk ka një marrëveshje, nuk ka dakordim, nuk ka emra konkret, nuk ka, domethënë, mjegull totale. Po pse në një farë mënyrë duket sikur ra mbështetja që kishte premtuar, pa e thënë drejt për së drejti Albin Kurti për Vjosa Osmanin për një mandat të dytë si presidente, edhe atë natë kur fitoi zgjedhjet, ai tha që fillimisht partive të opozitës do të propozonte fillimisht emrin e saj dhe nëse më pas emri i saj nuk do të merrte dakordsinë, do të kalohej dhe do të viheshin në tryezë edhe emra të tjerë. Çfarë ndolli në këndvështrimin tuaj si gazetare, duke i veshur sigurisht përgjigjes më pas edhe informacione Naile, për të kuptuar se pse në një farë mënyrë duket sikur ra kjo mbështetje e premtuar pa u thënë ose pa u deklaruar drejt për së drejti e Albin Kurtit për Vjosa Osmanin, aq më tepër që kjo e fundit me sa duket ka patur një qasje goxha pozitive në arenën ndërkombëtare si përfaqësuese e Shtetit të Kosovës, paktën nëse i referohemi zhvillimeve të fundit në Davos apo edhe në Washington ku firmos bordi i paqes.
Po, edhe është vlerësu shumë në fakt kjo qasje e presidentës edhe kjo mënyrë e përfaqësimit të shtetit, ky afrim le ta quajmë, ky rregullim, nëse mund të themi, raporteve të Kosovës me u pas si një farë rregullimi raporteve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk e dim çka ndodhi realisht, besi edhe këto vazhdon me, domethënë ka mungesë totale të informacionit edhe të qenit transparent edhe i sinqert në ato që po ndodh. Ne nuk e dim çka ka ndodhur në prapaske, nuk e dim çka është diskutuar në zyre të mbyllura ku ata mund të kenë pas takime, por e dim që raportet në mes të Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit nuk kanë qenë të mira gjithmonë. Ka pas disa, po e them kushtimisht, në publik, ka pas deklarata të rënda nga ana e presidentës, e ka qujt në një farë forme, në një apo tjetër formë edhe bigjozgji Albin Kurtin, në kuptimin që po lund bigjoz me shtetin, diku ka mesi i mandatit. Ndërsa kur erdhëm ka fundi i mandatit, nisi të ndryshoj pak narrativa edhe diskursi publik së paku në opinionin publik. U kriju kjo përshtypje, është e vërtet u krijua kjo përshtypje që ka goxha një farë afrije në mes të qëndrimeve të tyre, i kanë tejkalu këto problemet e diskursit spaku, nëse s'ka pas të tjera në opinionin publik, por tash, nëse kemi një situatë të tillë, po del që nuk janë tejkalu ose Albin Kurti nuk ka harru çka ka deklaru Vjosa Osmani, edhe thjesht ka mundësi, po them tash mos ta vendosim diskutimin në nivel të spekulimeve, por mund ta ketë përdor Vjosa Osmanin thjesht deri te caktimi i datës së zgjedhjeve, që ishte konvenueshëm për Albin Kurtin edhe lëvizjen vetëvendosje, sepse ishte një periudhë kur diaspora erdhi këtu edhe e di më pas çka ndodhi me përqindjen e fituar të këtij subjekti politik, edhe kaq nuk i duhet më. E qartë. Po, ndërkohë Naile, duke qenë se ju e përcjellni prej vitesh zhvillimet politike në Kosovë dhe gjithashtu edhe raportin e Kosovës me ndërkombëtarët. Duke parë këto marrëdhënie të mira që Vjosa Osmani ka patur kryesisht me përfaqësues të nivelit të lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose nëse mund quhen marrëdhënie të mira, ajo qasje pozitive që pam edhe në Davos me presidentin Trump, gjithashtu edhe në shtëpinë e Bardha po takimin me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Mundet që diplomacia ndërkombëtare t'ja imponojë në një farë mënyre rizgjedhjen e Vjosa Osmanit si presidente e Prishtinës zyrtare? Kushdo që e njeh pak Albin Kurtin edhe mënyrën që ka funksionuar në këto vite të qeverisjes, nuk e besoj që beson në opsionin e imponimit prej ndërkombëtarëve. Do me thonë ka pas situata edhe ndoshta jo ma delikate, po goxha delikate në kuptimin e sigurisë, në kuptimin e masave, në kuptimin e izolimit të vendit, kur kanë provu me gjitha metodat me ushtru presion, por nuk është dukë që ka funksionu. Kështu që nuk e di nëse mund të ketë një ndikim tash, nuk kam pa ndonjë angazhem për hir të së vërtetës të shtunë të korit diplomatik ose të spektrit ndërkombëtar në gjetje në ndonjë zgjidhje në situatën e presidentit ose presidentës, por unë jam shumë skeptike, nuk e besoj që mund të ketë ndonjë presion, nëse Albin Kurti e ka ndarë mendjen që Vjosa Osmani nuk duhet ketë kandidate edhe për një mandat tjetër e këtij subjekti politik. E qartë, ndërkohë nga ana tjetër duhet ndalem pak tek ajo çfarë ndodh me caktimin e datës së zgjedhjeve, se ka dy qëndrime në Kosovë. Ka nga ata që thonë se më datën 5 mars nëse nuk zgjedhet presidenti automatikisht vendi shkon në zgjedhje të tjera, ka nga ata që thonë që pavarësisht se dihet që nuk do zgjedhet presidenti, ku vendi është i detyruar të zaurojë të treja raundet, pavarësisht se mund të jenë të parashikuara të dështojnë dhe më pas asaj periudhe caktohet data e zgjedhjeve të reja. Tani si qëndron ka shumë e vërteta e këtij momenti nëse dështon zgjedhja e presidentit të ri dhe raporti me zgjedhjet e reja, Naila? Këto 3 raundet në bazë të praktikave të kaluara zakonisht e zaurohen brenda të së njëjtës seancë, brenda ditës kur pritet të votohet për president ose presidente. Tash 80 vota Albin Kurti ka deklaruar vetë që është situatë shumë e breshtë dhe ka shumë të dyshim nëse mund të siguroj edhe që t'je në sallë se lemat të votojnë ose jo. Ajo që pritet me ndodh në bazë të diskutimeve, sepse unë që ta sqaroj për opinionin publik, unë nuk jam njohse ligjore, njohse kushtetutës, por në bazë të asaj që po i lexoj. Eksperienca gazetariske nga njëherë na bën të kemi, po.
Po, sakt, edhe diskutimet, në fakt, besi edhe kjo çështje diskutohet prej disa kanë vështrimeve, tash varet kush e interpreton, varet kush është personi dhe qysh, domethënë ka disa interpretime të kushtetutës, tash po përmendet edhe akt gjykimi i fundit, sipas të cilit ekspertët që po e interpretojnë kushtetutën në Kosovë po thonë që deputetët do të jenë të detyruar të qëndrojnë aty, në të kundërtën nëse nuk qëndrojnë, vendi pritet prapë të shkojë me ushtrues detyre që këtë pozitë do ta marrë Albulena Haxhiu, mund të zgjas me muaj të tërë për faktin që mund të dërgohen deputetët në gjykatë kushtetuese nëse nuk qëndrojnë në sallë ditën e zgjedhjeve. Do me thonë, ka disa interpretime edhe në këtë aspekt. Ajo që unë mendoj që mundet me ndodhë është që nuk do të qëndrojë në sallë, vendi ka me shku në zgjedhje, 6 muaj Albulena Haxhiu mund t'i ketë si ushtruese detyrës në bazë të afateve ligjore, si ushtruese detyrës së presidentes, dhe të kemi zgjedhje tjera, ose mund të caktojnë datën edhe më herët. E qartë, po nga ana tjetër, ju e keni identikitin zonja Naile në raport me cili duhet të jetë presidenti i ri në Kosovë, dhe kur them identikitin ndoshta edhe ndonjë emër që është diskutuar, se thash Porat Jashari refuzoi. Nga ana tjetër, Ramush Haradinaj dha dorëheqjen si kreu i AAK-s dhe të gjithë e dim ambicien e tij të vjetër dhe të hershme për të qenë president i Kosovës. Më pas ka edhe elemente tektuk nga forcat politike të cilët janë vetofruar duke edhe po themi përbetuar para se e kanë mbështetjen dhe besimin e forcave politike. Pra, në këtë kuptim, e ka Kosova të paktën një identitet apo çdo gjë është aq tymnaj sa nuk ka asnjë emër i cili diskutohet për të qenë më i favorizuar se emrat e tjerë që kanë dalë në tryezë për postin e presidentit? Fatkeqësisht është kjo e fundit, besi, nuk ka asnjë, nuk besoj që dikush mund ta ketë sigurinë për ashtu njerëz që mund të jenë pjesë e këtyre negociatave dhe vendimarrjes, se kush do të jetë personi që mund të vijë në krye të shtetit. Ramush Haradinaj po e vërtet që e ka ofruar, le të themi, kushtimisht vetën për të marrë pozitën, edhe nuk është që e kam shef ambicien e tij për të qenë në krye të shtetit, por duhen 30 nënshkrime për të qenë kandidat. Edhe Ramush Haradinaj, nëse nuk e ka përkrahjen politike, nëse nuk ka një marrëveshje paraprake me liderët e partive tjera politike, nuk mund të siguroj këto 30 nënshkrime për të qenë edhe kandidat. E të mos flasim më pas për të votuar për të qenë në krye të shtetit. Ndërkohë Bedri Hamza i Partisë Demokratike të Kosovës, siç e kemi pa nga takimi i kaluar, doli me një ide që me një ide që se dia ishte ide, në fakt. Edhe kjo pak si e turbullt, le të kemi gjitha subjektet politike nga një kandidat tonin edhe t'i votojnë më pas. Edhe kjo nuk e di ku çon pa një marrëveshje paraprake, sepse unë nuk e besoj që liderët e partive politike janë kaq naev sa të pranojnë një ide të tillë që ta kenë secili nga një kandidat për president, në mënyrë që t'u lidhen këmbët, themi ne nganjëherë, e të qëndrojnë në kuvend, sepse kaq i duhet partisë në pushtet për ta fituar kandidatin e saj. Nëse nuk ka një marrëveshje paraprake politike edhe për këtë çështje, unë nuk jam e sigurt që mund të funksionojë si ide, por nuk e di, mbetet me u pa. Po nga ana tjetër, ajo që më përshtypje edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, ajo që diskutohet për postin e presidentit, që shoqërohet me kalkulime politike, me marrëveshje, me tensione dhe me debate të forta, pse ka kaq interes për një post i cili në vetvete, duke marrë parasysh që Shqipëria dhe Kosova janë republika parlamentare, ndërsa vendi drejtohet nga pushteti ekzekutiv, pra që është qeverisja dhe që është kryeministri, pse ka kaq shumë interes për të marrë postin e presidentit kur në vetvete në Shqipëri e në Kosovë ka, le ta themi në një gjuhë të thjeshtëzuar për efekt bisede, ka në dorë disa udhëtime jashtë vendit dhe disa dekorata për të shpërndar për të tjerët. Në Kosovë, të paktën se në Shqipëri dhe dekoratat janë reduktuar institucionit presidentit, zonja Dema. Kush po jap dekoratat në Shqipëri? Kryeministri, ka padur një ndryshim ka padur një ndryshim që një pjesë kanë kaluar nga kryeministri, një pjesë nga presidenti, pra janë me një farë bashkëpunimi të dyja. Në Kosovë ka mbështetjen presidenti të gjitha. Shpresojmë që të mos ju zgjohet ndonjë ambicie e tillë edhe këto në Kosovë që ta reduktojnë edhe deri në këtë nivel rolin e presidentit ose presidentes. Por se di pse mendoj që është një farë, le ta quajmë mbi të gjitha kënaqësie personale. Kur them personale nuk e kam fjalën vetëm për individin, por edhe për partinë
në pushtet. Në anën tjetër, në Kosovë së paku presidenti ose presidentja ka një farë roli të mbajtjes së balancave. Kur flasim për Kosova është më ndjeshme se sa Shqipnia. Do me thonë duhet ta kemi të qartë edhe kontekstin në të cilin funksionon Kosova dhe Shqipnia në rastin konkret. Kosova është më e brisht, e ka shumë të nevojshme këtë mënyrën e diskutimit dhe raportet që i mbanë me ndërkombëtarët, duke qenë ende goxha e mvarur prej nuk është antarësuar në mekanizmat ndryshëm, e kemi NATO-n këtu, do me thonë ka rëndësi jetike mbajtja e këtyre raporteve. Tash u konsideru roli presidentit konsiderohet një farë mbajtje balancave në mes të politikës që mund ta ketë kryeministri dhe politikës që shteti e përfaqëson në raport me organizatat edhe shtetet ndërkombëtare. Kështu që për këtë arsye besoj që është shumë e rëndësishme, në fakt edhe kishin shumë e rëndësishme që të mos jetë në një linjë, sidomos jo me partinë që udhëheq. Në këtë rast me partinë Lëvizjen Vetëvendosje, partinë Albin Kurtit. Sepse vendit i duhet një farë kundërbalance që në situatat ndryshme kish mujt me mbajt presidenti ose presidentja. Çfarë bën Vjosa Osmani në rast se nuk zgjidhet më si presidente Naila, duke marrë parasysh faktin se kemi dy, po themi, realitetet të deklaratave të saj. Dikur kur ndoshta kishte ose ishte faza e marrëdhënieve relativisht të mira me Albin Kurtin dhe mendonte që mund t'ia garantonte asaj një mandat të dytë, dhe thoshte që nëse unë nuk zgjedhem presidente, unë do të rikthehem në universitet me jetën akademike dhe nuk merrem më me politikë. Ndërkohë ka edhe një lloj, po themi, këndvështrimi ose leximi të sjelljeve të saj që një figurë kaq ambicioze nuk mundet ta mbyll me një post presidenti karrierën e saj politike dhe mund të shkojë më tej për të hapur një parti të re politike ose për t'u angazhuar në forca të tjera. Ju si e shikoni të ardhmen e saj nëse nuk zgjidhet si presidente? Unë besoj këtë dytën ma shumë, për shkak të ambicjes që e ka presidentja Vjosa Osmani, nuk e besoj që e ka edhe ambicjen edhe moshën, nuk e ka që të mbyllet dhe të qëndroj thjesht në zhvillimin e saj akademik ose në kontributin e saj në arenën, në skenën akademike. Besoj që në fakt nuk e ka përjashtu si mundësi së paku jo kohë të fundit themelimin e ndonjë subjekti politik ose angazhimin e saj në politikë. Ndërkohë jo të konfirmuara, por ka zëra që thonë që së fund me Vjosa Osmani ka mbledhur shumë njerëz afër vetës, ka rekrutuar njerëz në të cilët ajo mund të besoj që në të ardhmen bashkë me ta mundet me kriju një subjekt politik. Mund të ishte konkurrues zëra Dema si subjekt? Po shkojmë shumë larg me ifet tona në bisedë, po mund të ishte konkurrues? Po, besoj tash nëse shohim impaktin që e ka pas Vjosa Osmani në përparti të ndryshme politike, pse jo, mundet. Mundet me qenë konkurruese. E dim, LDK-ja ka psu goxha shumë, ndarjen goxha të madhe e ka pas medaljen në vota, e kanë fjallën me medaljen e Vjosa Osmanit prej subjektit politik. Është e pëlqyer prej opinionit publik. Njerëzit në Kosovë vlerësojnë Vjosa Osmanin në shumicë për ato që është, edhe çka përfaqëson. Kështu që pse jo, nuk mendoj që kishte qenë pa impakt. E qartë. Naila, shumë faleminderit, kënaqësi që ndam këto minuta së bashku. Faleminderit shumë, besoj kënaqësia ishte ime. Faleminderit, ishim me gazetare Naila Dema, e cila na bashkua drejt për së drejti nga Kosova, ndërsa në fund të kësaj pjese për pak minuta ju njoh edhe me disa zhvillime të politikës në